Në gusht të vitit 2023, një i ri kishte vdekur në një aksident trafikut në hyrje të Prishtinës. Shoferi që voziste makinën kishte vozitur me 136 km/h. Kallxo.com ka zbuluar se ai shpëtoi për shkak të një gabimi procedural të prokurorit të Prishtinës. Disa ditë më parë, gjykata e Prishtinës e ka hudhur akt akuzën, ku APIKR akuzohet si shkaktari i këtij aksidenti. Vepra për të cilën akuzohet APIKR, sipas ligjit, mund të dënohet deri në 8 vite. Por sipas gjykatës, prokuroria nuk e kishte intervistuar të pandehurin sipas procedurave dhe kjo ka shërbyer si rrethon që i pandehurit të lihet i lirë. Aktakuza përshkruan se në orën 3 të mëngjesit të datës 14 gusht 2023, në hyrje të Prishtinës, një makinë tipit Audi ishte aksidentuar në rreth rrotullimin e njohur si rrethi Mitrovicës. Analizat e shpejtësisë tregonin se makina kishte lëvizur me 136 km/h, ndërsa shoferi nuk kishte arritur ta ndalë makinën, e cila kishte rënë nga ura rrethore në rrugën Bill Clinton. Shoferi kishte mbijetuar, por aksidenti ishte fatal për pasagjerin. Sipas ligjit, në situata të tilla shoferi duhet të jap llogari. Prokuroria e Prishtinës kishte ngritur akt akuzë për veprën penale rrezikimi trafikut publik me pasojë vdekjen, që dënueshmëria ishte deri në 8 vite maksimumi. Por lënda u mbyll pa fajtor vetëm 7 muaj pasi rastin e pranoi gjykata, më 1 tetor 2025. Me arsyen se prokurori nuk e kishte marrë deklaratën e shoferit para se të ngreste akt akuzën. Deklarat, shoferi nuk ishte dhënë as para policisë për shkak të gjendjes shëndetësore, thuhet në akt akuzën e prokurorit Blerimi Grishta. Gjyqtarja Valbon Feza, në vendimin për rrëzim të akt akuzës, thotë se prokurorisë i ka kërkuar që të bashkangjas proces verbalin e deklaratës së të dyshuarit nëse ishte dhënë në prokurori, por që nuk kishte marrë përgjigje asnjëherë nga prokurori i rastit. Akt akuza e prokurorit Blerimi Grishta mban datën e 15 dhjetor 2023, kurse në vendimin e gjykatës shkruan se akt akuza ishte pranuar pranë kësaj gjykate me datë 14 mars 2025. Lënda gjendet për trajtim në gjykatën e apelit, pasi prokurori Grishta është ankuar ndaj vendimit të gjyqtarës Valbon Feza. Kallxo.com, përmes 2 emailave, kishte kërkuar sarem nga prokurori Blerimi Grishta rreth rrëzimit të akuzës, por që nuk kishte pranuar përgjigje. Në një bisedë telefonike i kontaktuar nga Kallxo.com, prokurori Blerimi Grishta kishte thënë se gjykata e apelit është ajo që analizon më mirë se të gjithë këtë rast. I njëjti kishte thënë se kohëve të fundit, rreth 500 apo 600 akt akuza janë rrëzuar me të njëjtin pretendim, por që gjykata e apelit lëndën përsëri kishte kthyer në rigjykim. Këtë pyetje çka i keni çuar në email. Po një komosu më shku të zëdhënëse e prokurorisë, kështu që s'moj me të folë diçka për një lëndë që kom pa 3 vjetë, e që për 3 vjetë nuk i kom kryer një 1202 milion tjera. Pa vallai nuk e di se tash llogaritë ti pas 2 vjetë me të vetë për një rast në detaj është pak më problem. Dhe të në të zëdhënëse e prokurorisë, kam informuar lëndë është në apel, po pret një sa të kryet në apel, edhe tani, po tash ti e ke analizu, po për që ta shkolla e 2 që analizon ma mirë se tjellë se une. Dhe vendimin e shkollës 2, këtë muj me të thomën e diska kur njësë apelit të arzën mendimin ty ose mu. Tash së barën pyetja jo nuk është rasti i para si mra, veç kohën e funit i kem pas për mi 5-600 akt akuza që na u kanë kthy në bicit bazë. Tash prap kanë hinë gjykim.